Gjirokastra dhe atraksionet e shumta turistike që qyteti Gurt ofron po kthehen në zgjedhje absolute për mirat turistë vendas dhe të huaj. Kalaja e Gjirokastrës është një pjesë e ofertës turistike që prej kohësh po vizitohet nga një numër rekord turistësh. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha ka vënë në dukje sot se Kalaja e Gjirokastrës ka shënuar një arritje mbreslënse, duke mirëpritur 300.000 vizitorë deri në këtë moment të vitit 2025. Kjo shifër rekord, sipas Gonxhës, tregon qartë rritjen e pandërprerë të interesit që vizitorët vendas dhe të huaj po tregojnë për këtë monument mahnitës të trashëgimisë sonë kulturore. Kjo shifër rekord tregon qartë rritjen e pandërprerë të interesit që vizitorët vendas dhe të huaj po tregojnë për këtë monument mahnitës të trashëgimisë sonë kulturore, sipas Gonxhës, në postimin në rrjetet sociale. Kalaja e Gjirokastrës është e vendosur mbi një kodër pak të shkëputur nga mali i gjerë, e ngritur në një pikë mbrojtuese rreth 370 metra mbi nivelin e detit, krahasuar me kalat mesjetare të tjera të vendit. Kjo kala është më e vogël nga sipërfaqja dhe ruhet në gjendje më të mirë. Gjerësia e saj është 75 metra dhe gjatësia 500 metra. Për të shtuar rezistencën mureve të kalas janë ngritur 5 kulla të fuqishme. Kalaja e Gjirokastrës vijon të jetë një nga pikat më të rëndësishme të turizmit kulturor në jug të vendit, me një numër vizitorësh që rritet nga viti në vit. Investimet në ruajtjen dhe promovimin e saj po e kthejnë këtë monument kulture në një destinacion referencë për turistët vendas dhe të huaj.